Një aksident u regjistrua pas ditën e së mërkurës në aksin rrugor mjet Spathar, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë në liçenin e Vaudejës. Sipas së dëmtuar 3 shtetas që ndodheshin në automjet të cilët u nxorën nga liçeni dhe ndohen në spital për mjekim. Ndërkohë në vind informacion para pak të dhëndje për aksidentin e ndodhur në aksin rrugor mjet Spathar, bëhet me dije se specialist qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin ZB, 32 vjeç pasi duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe sipas së automjeti është përplasur me barrietë metalike të urës Spatharit dhe ka rënë në liçenin e Vaudejës. Drejtuesi i automjetit dhe pasagjeri i shtetasin NQ, 24 vjeç, banues në Laç, po marrin mjekim në spitalin Renal të Shkodrës, ndërsa pasagjeri tjetër, shtetasi AN, 22 vjeç, banues në Laç, u dërguar për mjekim të specializuar në spitalin e Tramës, thuhet njoftim.